Gjoni kapitulli 10, rreshta 31 deri në 42. Judejt rishtas kapen gur për ta vrarë, Jezusi u përgjigj: Ju tregova shumë vepra të mira të Atit tim, për cilin ndërto doni të më vritni me gur. Judejt ju i përgjigjen: Nuk duam të vrasim me gur për shkak të ndonjë vepre të mirë, por për shkak të blasfemisë, pse ti, duke qenë njeri, e bën veten hyj. Jezusi u përgjigj: A nuk shkruan në ligjin tuaj? Unë thash, hyj jeni. Nëse i quajni hyj ata të cilëve u që drejtuar fjala e hyjit, e shkrimi shenjt nuk mund të zbehet. Si atëherë ju, atë që Ati e shuguroi dhe e dërgoi në botë, mund t'i thoni po blasfemon, por thash, jam biri i hyjit. Nëse nuk i bëj veprat e Atit tim, mos më besoni, por nëse i bëj, po edhe nëse nuk më besoni mua, besojuni veprave, që ta merrni vesh e ta kuptoni se Ati është në mua dhe unë në Atin. Prap deshën ta kapin, por u doli prej duarve. Jezusi doli prap matan Jordanit në atë vend ku më parë Gjoni pagëzonte dhe zuri vend atje. Shumë erdhën tek ai dhe thoshin: Gjoni një mend nuk bëri asnjë mrekulli, por gjithçka tha për këtë njeri u vërtetua. Atje besuan shumë në të.